denoncimi ynë shkon në sintoni dhe në paralel me denoncimin e mediave më serioze ndërkombëtare, të cilat nga viti 2017 gjërësot në 10 artikuj, dokumentar, analiza, kanë shpallur Shqipërinë në narkoshtetin e parë dhe të vetëm në Europë, mbasi Shqipëria, si pas të dhanave të Organizatës Kombeve të Bashkuara, është eksportuesi numër 1 i kanabisit në Europë, dhe Shqipëria sot, klanet e drogës, klanet shqiptare të drogës të lidhura me kartelet narkoterroriste të Amerikës Latine, kontrollojnë gjërësisht tregun europian të kokainës, përcaktojnë çmimet e saj. Në rast se ju dëgjuat apo lexuat përshëndetjet që sekretari i shtetit Rubio dhe vetë presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dërguan me rastin e festës, dje me rastin e festës pavarësisë, konstatoni se në mesazhet e tyre problem madhor shtrohet lufta kundër karteleve të drogës, organizatave kriminale, karteleve të drogës dhe bashkëpunëtorëve të tyre, të cilët në Shqipëri janë duke filluar nga kreu i qeverisë dhe vazhdim më poshtë. Po në këtë asamble të CDI, unë pata nderin të zgjidhem zëvendës presidenti kësaj organizate, gjë që përbën një vlerësim shumë të madh për Partinë Demokratike, opozitën shqiptare, një mbështetje për opozitën shqiptare në betejën kundër narkoshtetit. Por, përveç kësaj, super skandali Rama Balluku ka marrë për masa të papara, të dashur miq, për herë të parë në historinë e Europës, për herë të parë në historinë e vendeve të lira, një kryeministër pa ditë gjykatën që pezulloi nga detyra zëvendës kryeministrën Hajdute, pa ditë në gjykatë kushtetuese. Nuk ka ndodhur kurrë. Edi Rama u tha shqiptarëve se pezullimi nuk ka ndodhur ndonjëherë në Europë. E vërteta është që pezullimi nuk është i shpesh në Europë, sepse në Europë sapo ngrihet një akuzë, i akuzuari jep dorëheqjen dhe pret sqarimin nga drejtësia të problemit. Kurse në Shqipëri, jo vetëm që nuk jep dorëheqjen, por merr mbështetjen e kryeministrit për të paditur në gjykatë kushtetuese. Pra në gjykatë kushtetuese nuk shkoi Belinda Balluku e pezulluara, por në gjykatë kushtetuese shkoi Edi Rama dhe në mënyrë absolute, jo tashmë për vlerësimet apo sentimentet që ka ndaj Ballukut, po të fund e krye për shkak të problemit madhor të vetë, se ai është bashkautor në këto vjedhje të mëdha, është ai që dërgoi Ballukun në Ankara dhe takoi kompanitë turke të cilat morën 50 milion euro më shumë për tunelin e Llogaras, se sa kompania që de facto ndërtoi tunelin, që paraqiti një ofertë 50 milion euro më të lirë. Pra, kemi një kalbëzim, kemi një shkërmoqje, kemi një rrokullisje të pashpresë të regjimit narkoshtetit. Ndërkohë, Partia Demokratike ka filluar analizën e saj pas këtyre proceseve që
ndodhen pas publikimit të raportit përfundimtar të Odirit dhe rezolutës së miratuar në São Paulo të Brazilit në CDI. Tani unë mbetemi hapur për çdo pyetje që ju dëshironi. Albo Meta, herën e kaluar thatë se do të filloni takimet dhe foltoren në çdo cep të Shqipërisë. Deri më tani jeni përqendruar vetëm tek ajo e kryeministrisë. Këtë javë fillojnë foltorët në Shqipëri, në jashtë Tirane. Dhe do vazhdoj në të gjithë vendin. Elidor Zera, mesazhi i sekretarit amerikan të shtetit, Marco Rubio, përveç urimit për 28 nëntorin, kishte edhe një mesazh të drejtë për drejtë për luftën e munguar në Shqipëri ndaj karteleve e trafikut të drogës dhe grupeve kriminale ndërkombëtare, pasi aktualisht kjo është një front kryesor i SBA-ve. Ky mesazh duket se është një mënyrë për t'i thënë Edi Ramës se ti ke lidhje me ta. Si e komentoni ju, zoti Berisha? Lidhjet e Edi Ramës me kartelet e drogës tashmë janë të padiskutueshme. Ata të cilët presidenti Trump i ka cilësua si organizata terroriste, si Sinaloa e Meksikës, kanë qenë të pranishëm në takime me Edi Ramën, kanë përfituar licenca kazinosh dhe hotelesh. Përveç kësaj, charteri nga Tirana në Aruba me qeveritarë shqiptarë ku mundet vetë Edi Rama, por nuk e kam të dhanas të sakta, për të takuar me bost e karteleve të drogës në Aruba, janë dëshmit më flagrante të bashkëpunimi direkt të Edi Ramës me kartelet e drogës. Unë duhet të them ju se Ergy Sagasi është bërë famoz në mbar botën dhe në këtë kontekst mendoj se mesazhi i urimit të sekretarit Rubio, por edhe presidentit Trump, prek apo trajton problemin më themelor që kemi sot ne si kom dhe si vend, drogën dhe krimin dhe luftën kundër tyre. Kjo përbën një inkurajim në përpjekjen tonë të madhe për të shpëtuar shqiptarët nga ky regjim i bazuar në drogën dhe krimin. Marcel Qelo, një nga pyetjet e mia, Sali Berisha, është se kur do të jepni dorëheqje nga Partia Demokratike nga të gjitha funksionet e saj. Të hapet rruga për zgjedhjet e reja në PD. Gjithë kasa e vjetër duhet largohen nga PD-ja, të rinj duhet marrin dhe të udhëheqin PD drejt fitores. Nëse keni burrëri, ktheni përgjigje. Faleminderit për pyetjen, Marcel. Faleminderit për pyetjen. Partia Demokratike është një parti e cila përcakton fatin e drejtuesve dhe anëtarëve të saj nëpërmjet votës. Në kushtet e një pluralizmi funksional, nuk ka asnjë dyshim që humbja e zgjedhjeve është kriteri më i shëndosh për dorëheqjen e atyre që drejtojnë. Por në kushtet e farsë elektorale dhe të narkoshtetit, në kushtet kur zgjedhjet janë farsë dhe jo zgjedhje normale, një akt i tillë do t'i shërbente diktatorit dhe atyre që shtypin pluralizmin. Një akt i tillë nuk mund të ndodhë përveçse me votën e demokratëve shqiptarë. Ndaj unë, Marcel, të ftoj të përdorish votën tënde sipas vullnetit që ke, ose të marrish pjesë në të gjithë garat e kësaj partie. Pra, edhe njerë, në kushtet të diktaturave autoritare, largimin nga misioni
Qëndrimi në opozit është një mision dhe largimin nga misioni bëhet vetëm nëpërmjet votës.